Punimet në zonën e Zdrales në qytetin e Shkodrës kanë ndikuar ndjeshëm në rënien e shitjeve tek tregtarët. Ato ankohen për një gjë të tillë, teksa shprehen se taksat i kanë paguar njësoj tek bashkia si para punimeve, ashtu edhe tani që po kryejnë punimet. Sipas tregtarëve, nëse nuk merren masa, atëherë këto biznese janë drejt falimentimit. Lidhe me taksat, mushin me reduktu dhe një taks, se në këtë gjendje që jena ana, bizneset rrezikojnë shumë. Kena pas probleme me shite, normalisht. Na mbulojmë sa për sa qirat dhe taksat. Fitimi është shumë minimal për momentin që flasim. Për perspektivë nuk e di nga çfarë vall, se nuk ka njerëz ka kalimtar me i referohem me fuqisë vlerëse. Fuqia vlerësa shumë e ulët. Shikoj rredotta kamen, shifi dyqanit, shef njerëz në dyqanet, ja shife rrotull mund të shpi po. Është për momentin kalojmë në aspekt çështet një. Disa kanë pas që janë dëmtu, kanë hasë për pllaka, më shumë, që unë edhe kam mjeku me dorë teme mante në ndalimin e hemorragjisë. Problemi është që kanë pas mundësi i fje pak, mi reduktu këta daljet. Dhe të kamre, dhe të t'i shohin ta, për shkak ata vëmëzimet, hasin, moshat nuk janë gjendje. Mi përballu prishjes e ekuilibrit trupor. Ka ndikuar shumë negativisht. Flas në emër të gjithëve, gjatë kohës që janë bërë punimet, tu s'kan leju me kaluas makinas, kur gjë me fjalë ka ndikuar. Punimet kanë filluar në tetor, sot jena në fund të majit, me fjalë ka 7 muaj sa. Edhe për të ardhmen nuk e di, po jam pesimist që edhe të ardhmen me ta gjatë ka për të kenë. Si përpara se me fillu punime, si gjatë punimeve, taksat i kena pagu. Jo vetëm unë, po gjithë që janë me letra. Ndërkohë blerit në dyqanin tuaj? Kanë rast shumë jashtëzakonisht. Edhe në këtë moment që po flasim, jam pas sefte. Hala s'kam pas sefte, kam dalë qysh në orën 8, tash është ora 11:20 që po flasim. Shumë do. Mi krahasu me s'pa shkoj më larg, po me periudhën e para i vitit, është 70-80% më ramje, në fjalë, në krahasu me para i vitit, mos flasim më gjatë, para 10 vjetëve. Bizneset e vogla janë drejt sa mone, edhe i shpresoj që t'jemi gabum drejt falimentimit, sepse kja si menot, që është projekti për me ba rrugë muzeale që s'ka lidhje, se këta janë ndërtime që janë ba mas viteve 90. Por këtu do me ba kështu pistona, do me vu për me mas peleju me kalu makinat. Klientët kryesor kanë qenë ata me makina që kanë ardhur me dy, po flas konkretisht për artikuj që i tregtoj unë, janë gjana për fëmijë. I ka marrë 2-3 fëmijë në makinë, i ka provu edhe i ka. Kurse tash nuk vinë më. Me zori, sa me pagu qiran edhe bashkinë edhe këta. Për tjetër gjëna, që jam rodi 70 vjeqe, dhe i pagun, sepse është detyrë që ta pagun. Se i po shkojnë, po për me punu për vetë nuk ka. Shumë probleme kena pas. Pra taksat i keni pagu njësoj si kur keni pas punë, si tani pagu? Po, si qiraja, si taksat, si tonë, nuk ka ndërpreja si gjë. Punimet në këtë zonë kanë nisur për disa muajsh, duke sjellë probleme për biznesin e zonës për sa i përket anës ekonomike.